Mirë se vini në podcastin Flas Shadu. Sot me mu është Urata Shabani, aktore dhe njëri për i mirë dhe shumë kesh. Kështu që për nisëm me një keshje të bukur. Urat, mirë se erdhe në podcastin Mirë Flas se Shadu. gjeta, çfarë prezantime tepër i mirë, veç kesh. Po kesh se, në fakt, te unë pak po hinë shumë serios për shkak që unë jem me tesha të vesh në dze edhe ma nej po mirët një farë serioziteti, kurse na jena aktore dhe kena ma shumë humor se kena punë me ndjenja edhe është problem me i mosh shumë seriozisht sanët. Po. Kështu që ma mirë me kesh. Ma mirë me kesh. Urat, ku e ke nis mas pari më marë për herë të parë me aktrem, për shembull, ku si fëmijë apo në shkolla, çysh ka qenë? Kështu piknisjen sakt nuk e di, po besoj shumë e vogël. Ja kom nis më marrë me aktrem. Po mas në shkollë, normalisht si krejt aktivitete, edhe ja kom nis me këty në mahall. Po, shumë Po mirë. mënoj në mahall kështu me të lagjës. Edhe qështu gradualisht. A këse ishit danca qështu, a me hapa? Jo, freestyle kështu. Freestyle, okay. Veç me shiu. Okay. Me shiu fëminin me një farë mdyre. Po. Edhe kom pa që po më pëlqen me shiu performancat ndryshme, edhe qështu gradualisht tu rrit, edhe tu mu forcu ma shumë dëshira dhe pasione për profesionin e aktrimit. Mas te i regjistru në Akademi të Arteve, ke art prej frizajit, apo? Po. Edhe aty është një festival shumë i njoftën, që është që s'ka vjetë, festivali teatrave, edhe aty u ka rasti dhe mi pa aktorë, të më njoftu me ta, dhe nuk i keni pas larg. Po. Se ke pas larg qatë? Po, zakonisht unë po menoj si e vogël, si adoleshente, edhe jo marrë si vullnetare, kom punu, edhe një më kanë, që shme thonë, non-stop jam kanë e inkuadrune në fushën e artit. Edhe normalisht edhe në festival teatrove, kom marrë pjesë si vullnetare, pastaj në staf kom punu, pastaj kom marrë pjesë edhe si aktore. Po, në fund e kështë marrë edhe një çmim si aktoria me të regjia e Ersonit. Po. Çmimi jam i parë, faktikisht. E që shënive kremore çmimin e parë në venin tanë në Ferizaj? Shumë mirë, tepër. E di që më pas gëzu tepër shumë, se kom prit. Ka qenë një rol kompleks për moshën që e kom pas. Qashtu në atë kohë qujtë se jo gjithkush ka pas guxim prej aktoreve treja me pas një rol pak ma tabu, sidomos në për provinca, normalisht janë pak komplekse këto. Se që ka pasë mrana rolit, nëse mund është pak a shumë më shpalu, jo për mu, për dhe për shikusit. Po, kom qenë vajza e presidentit, edhe demek dashurohet me një tip, edhe kom pas skena për në atë ko pak eksplicite. Nuk janë kanë shumë eksplicite për mu kur ta menoj tash, po still e konsideroj që ka qenë guxim, edhe e moj men bile ndjeri Haqif Mulliqi, sepse ai ka qenë juri edhe e di që ka thonë që bravo për guximin, edhe njëna prej arsyeve pse po du m'ja jap këtë çmim është për pikërisht guxime. Edhe shumë ndjenje mirë kështu. Ani mirë se kanë herë njerëzit kur të marrin çështë çmime ose kur i kanë si skena prej fillimit karrierës. Kanë herë mujnë edhe me të mshël këtu. Ande me ditë më konë shumë të këqija. Për shembull nëse i shkon film që si skena. A kishe pas problem, për shembull me pas skena nudo në filmat tash që në tubo në Kosovë? Unë kom pas, zakonisht, kom pas që si skena në për filmat dhe në për shfaqe, po gjithmonë me besimin e plot të regjisorës ose të regjisorit, po tash pa u arsyetu tepër mirë dhe pa pas besim mrena ekipës, normalisht që ti nuk shkon veç hajt pa arsye të fortë, bince, me veç me shfaq nuditetin pa kur farë arsye. Po, si më koni falloj poze. Po, si poze, se si për mu do. A nëse është mrena artit, konceptit, atëherë pse jo nëse ja vlen. Po zakonisht, skenat që i kom pas
që që konsiderohen pak ma eksplicite, për mu ja kam vlejt, sepse gjithmonë filmi ose shfaqja ose roli është përbly në fund. Po. Sepse kanë qenë shumë Po nashta edhe pak edhe rrethim familjar, për shembull se hi për krahas edhe njerëzit për edhe shoqënia, dhe ata ndikojnë shumë në formën e asaj që... Po, unë rrethin familjar te din, shumica e din që e kam shumë për krahas, jam veç një qikë në familje, po edhe print i kam shumë cool, edhe janë shumë supportiv, ata e kanë ditë çfarë profesionin e kam zgjedh, po edhe ata me një farë mënyre, edhe nuk e kam pas problem, nuk jam rritë në frymën e paragjykimeve, unë si vajzë. Kjo edhe ajo ka shumë rëndësi, se zakonisht me dalë për një frymën shumë gjykuse të familjes, mani është shumë vështirë me u ndërtu, edhe ti gjithmonë e ki pas një lloj stili shumë atë veçantë, si nështë edhe të ka bo më uni ma mirë, ose të ka bo më atë fuqizën të stili. Për shembull, atë bën njerëzit me të pa ndryshe. Po, unë në fakt nuk e kom një vetën ashtu, ç'më thon, gjithmonë kom pas guxim me eksperimentu me stil si e vogël, po normalisht nëse e menoj, ka pas paragjykime, menoj, po unë jam një gjithmonë e veçantë mrena vetës, nuk është pse kom një paragjykimin, edhe kom vazhdu me qatë ç'më thon, me qatë rutinë temën, po stili po të fuqizon diqysh është. Atë kanë dhënë komplimente, ose nëse ndonjëherë për shembull në bazë të stilit mund me të gjyku, me t'i dhënë edhe do epitete, do emra që po garant ka pas, po unë gjithmonë i kam marrë komplimentet ma shumë. Po, si parasysh. Po, se ata njerëz që paragjykojnë nuk i kam marrë shumë si njerëz, po mënoj, si njerëz jo, po si menime të rëndësishme. Kështu që po, kom pas komplimente dhe që thash jem një shumë e veçantë prej njerëzve, edhe kom një qatë energji, qatë frymë, që me një farë mënyre po më shohin njerëz, po inspirohen. Ka pas rast për shembull në shkollë fillore ose në shkollë të mesme, naj ngjyrë, naj patik, s'po di, naj toj ndrysh, një ndrysh, edhe në atë kohë e masnej ka ardhur si frymë për secilin tjetrin, secilin njeri aty, secilin nxënës në shkollë, edhe kjo më ka përmbush diqysh, edhe veç kom vazhdu me qenë pak hala ma shumë kreative. Unë për shembull e kam pas ma hall para shumë viteve, që ka qenë një gru shumë avangarde, u kom Violeta Rexhavagiçi. Edhe aja e ka pas një stil tepër të veçantë, na si fëmijë, e di çka është më duk ndryshe, edhe çka është me pas një veçanti, edhe më erdhi mirë që për muna me fol që të sanë, edhe ajo kur dilke unë kitë kemi kopju, kitë kina pas që më konë si ajda. E di, se dhe printe me, edhe mami eme më tregon se unë jam rritë, po mënoj, jam rritë, po mami eme e ka ngu shumë Violetën, edhe më ka pëlqy shumë si e vogël, edhe mu shumë më ka inspiru me në farë mënyre kështë. Po da pse kemi pasët me një vallo inspirimi, si na veç na, edhe ka njerë pse gjithmonë dukem si prej pioner gjithçkave, se vjen shuhet që ajsena pet hina me një farë kornize, kur su ndale mu kun gjithmonë avangarda, dhe në pas një shoshni avangarda që të kupton edhe jenë rreth që aty në njerëzve. Po, nashtë që kjo është interesant, se edhe në që kjo të bën mu një e veçantë. Shumë i vën Shkodër? Shumë mirë, jem knaqë. A pa të vështërsi me lu me ekip të Shkodrës, keni pas një shfaqje këgjatërona dhe ka qenë një shfaqje shumë me ndjenja trona, a pa të një përjetim, kështu që sa mund është me më spjegu paka shumë për shfaqjen? Në Shkodër jam knaqë, kom kalu shumë mirë, fillimisht kur e kemi marrë me lexu tekstin, provat e para kanë qenë shumë të vështira. Qështë e pa të amren titulli? Pesë fytyrat e heshtjes, po. Me regji të Ilir Bokshit. Edhe mas ne në fillim për një meke tepër vështirë, provat e leximit, se derisa kemi hinë ngjarje, tamam, edhe ngjarja tepër e vështirë, po fati i mirë se Ilire na i ka mundësu me qenë procesi tepër i lehtë në aspektin psikologjik. Sepse ka qenë shumë i kujdesshëm, kena bajt pauzë nëse kena dasht, po për një me teksti ka qenë shumë i vështirë,
po kena kalu shumë mirë, edhe me ekipën e Shkodrës, edhe me tonët, normal. Ti të ka radhe me lujt në për filma, edhe Po. shumë po kom qef me ditë qa dallimin qysh nihesh në film edhe qysh nihesh në teatr kur je mrena që aty në dy lojave, a ka dallim? Po ka ndallim normal, sepse filmi e lyp brendësin shumë të madhe. Edhe teatri e lyp ka njëherë, po teatri është ma munësh me dramatizu gjdo sken, gjdo sen. Kështu që në film nuk munësh sepse kamerën s'u bind shumë letë. Kamera lypun për me bind. Ti ke punu me Luana Bajramin, e Po. cila sot është një ftyrë dhe një ftyrë eminente si për botën, si në për... Po dhe bashkë keni shkollë në Venecia, po, me filmin Bota Jo. Bota Jo, po. Kemi qenë në Venecia. A mund është paka shumë si eksperiencë, se zakonisht na kur ndrojmë për me shku në për tapet atë kohë që dhe e menojmë dhe që shumë të largët që ato dhe ty të ka ndodhë për shembull me po një festival që është shumë i njoftën botnesht dhe që sheni kur ke ecë në për qatë tapet ose ato ka duke thjesht mas ne me thonë s'ko ka kur zho. Po fillimisht na kemi qenë në Cannes me luaneshat e Kodrës. Po, okej. E theva. Edhe ma shumë, po. E theva shumë. Atëherë fëllëm për kanën, qyshe ke... Në Cannes ka emocion i parë, normalisht. Edhe ndër pifminis e kom pas, edhe e kom realizu shqyqër zotit. Po mas ne festivalet janë të bukra mi shiu, po në Cannes për shembull kemi qenë shumë treja, edhe i kemi pas emocionet pak të përzime kështu, edin. Po si eksperiencë që tash kur ta menoj, se nashti kur t'je në vend të ngjarjes, ti nuk munësh me shiu qysh don ti, ose mas një kohë thu, ta kisha bë që të sen qyshto, se ta kisha shiu pak ma ndryshe. Po kur t'je në vend ngjarjes, je të në stres, qysh ki mu dok, qysh ki mu paraqit, çka po ndodh masanej, qysh është realizimi një festivali, qysh e përjeton. Janë disa mendime në kryt tanë që nuk munësh mi nxon ashtu edhe. Unë e kom lecu njerë qëtë ngjarje se faktikisht në hala se kom përjetu dhe në shtadhone tash me filma në dhone dhe vërtej dika. Po s'ka kur fa rëndësie, kjo sa ka rëndësi me ka njerë kur je mrena qaty në qatë ven, nuk do këtë qatë shumë i rëndësishëm se dhe plëcen e tjera njetë që më ka ndodhë, nuk janë qatë qysh ti ke menu. Po, qashtu. E ka për shembull librin Fitimtari mbetet vetëm, më duket ky është një libër i Paulo Coelho's, nuk është ndonjë farë, e ka të farë story interesant, po përmendet bashkë ky rast në Cannes. Edhe ajo çika është të punun si aktore në një teatr të fëmijëve, edhe për një herë i vjen shansa dhe kalon shkon në Cannes, edhe nis me nënshkru kontrata me njerëz të famous, edhe i shitet se distributi krijohet një farë, edhe për një herë hinë në qatë tapetin e koq edhe për shkruan thot unalet ashtë të fryma dhe thot ku ma mirim ku në që atje që ke shtu i dhomë fëmive mësim edhe që u mërësha me teatrin e kuklave, din se është shumë përgjësie madhe me u marrë për një herë gjithat famë. është e vërtet se për shembull na në Cannes kena najt 5 dit, edhe për një meq tash kur ta menoj 5 dit kanë qenë famë. Realisht kanë qenë famë e mirë fill, sepse vlerësimi edhe gjithë ajo atribut që është bë atje, për një me kur ta menoj tash, wow, ti non-stop në përkan e ke posterin ftyrën tonë edhe edin, po shqyqër që mas ne e kom pas familjen që më ka najtë mbrapa, sepse kam qenë shumë e re edhe one nashti kisha mujt edin me përfundu ku pe di qysh, po mas ne më kanë najtë gati edhe familja, si me thonë me najtë pak me kom tokë, se për me vazhdu një jetë të cëllën me vazhdu një jetë, po më pëlqen që kjo jetë që e kom zgjedh, sepse është për një me pak ma humble, ma modeste, edhe më pëlqen qështu senet modeste. Mas ne në Venecia e kom pas pak ma të letë,
sepse ma veç unë joftova Me qatë festivale, atmosferë, po. Edhe disha që shkën, po normalisht që ka qenë te për gëzimi madhe edhe për Venecia. Mas te edhe në Sarajev kemi qenë, atje bile kemi fitu çmimin Po. si aktorët më të mira, edhe ajo ka qenë eksperiencë shumë e mirë. Unë e kom po filmin Luanishat e Kodrës, Po. edhe më ka pëlqy që është, sidomos pse është me formën e njerëzve të ri edhe trajtohen disa qika që janë ma të shtypuna dhe jetojnë me një vend pak ma rural dhe dalin në për qytet edhe mundohen me avancu. Po dhe bota më duket e ka të njëjtin e ka të njëjtën atmosferë, atë njëjtën atmosferë. Veç ajo vjen në qytet diçka dhe ajo është diçka kështu. Faktikisht ka njerëz që e kanë përjetu shumë që ato. Po ti më duket hit se ke përjetu që ato ardhin prej Ferizajt në Prishtinë. Po më unë e kom banu në Prishtinë 5-6 vjetë që shto dishka. Edhe se kom një se Ferizaj Prishtinë ofër gjithmonë janë konë, edhe unë e kom pas eksperienca edhe para Prishtinës kom nëjë që kom dole, kom shiu shumë adoleshencën. Kështu që po dhe në Prishtinë jeta studentore ka qenë kështu për me kujtu tepër me nostalgji se jem kënaqë edhe kështu tepër kom kalu mirë, po mas ne kom vendos mu kthy në Ferizaj te prindtë mi sepse shumë afër janë Prishtina dhe Ferizaj edhe e ka një libër shumë të bukur për jetën e Miloš Formanit. Miloš Formani e ka bo Amadeus Mozartin, filmin edhe është një regjisor shumë me bujt madhe, edhe ai e ka libri thirret prej Çeslavit në Hollywood. Kështu që edhe ti tash e ki, po më duket ka me të ardhur prej Ferizajit me shku në Hollywood. Po mu gjithmonë më kanë ardhur prej Ferizajit. E që kjo dhe si më shku në Ferizaj, shkova në kanë. Që kjo pak për shembull është edhe te ai, edhe nëse diqysh veni jot, kthymja jote në vend tonin, të inspiron për me tash je tu punu si aktor në teatrin e Jo, nuk jam, po jam me projekte kështu. Nuk me projekte, si e punësume kështu. Po pritet na shte punësome se jemi shumë aktor të ri që jemi jashtë. Po menoj që edhe pak na shte dot, edhe neve më na i boni zgjidhje. Po dhe se tani diqysh po të shkon koha, ti kishe i ri, në fakt mi vjen bën do vjetë edhe a do këtë që na mesim diqysh non-stop të thonë hajtë se re, hajtë se... Po, më do këtë. Apo kuptan se te na për shembull edhe janë do farë, hajtë se s'ka lidhje se te re dhe nëse dështon, nëse si e tash më punë, ki vakt, tani këtej, dikur e shë vetin i ke bu 40 vjetë dhe halo të të thirë që si e re. Po, si me thonë, unë në fakt e kom qef pak që ju stabilitetin profesional, po di që shmë ta spjegu se më inspiron kur nuk jam rahat, edhe? Se komfort zona, e kom provu edhe komfort zona normal, se gjithdo njëri e provon, po nuk është sa jam, nuk është për mu, unë nuk muj me najt rahat, dhe me thonë nëse unë e ri, ajo për mu është vdekja, kështu që gjithmonë... Na, më pra se bashkë të që po du me dalë, për shamë, sa është e arsyshme, që në një teatr, janë të punësum 10 veta me rrugë. Qysh artist më konë, i punësum është si me shku qysh më punë, me shku kështu. Edhe nëse, unë e kom pas një ide, zdi pëse si hekin qëto krejt, edhe milion njerëz ditë vinë regjisore, do në me bu një shfaqe. Edhe i su që edhe aktor, të kire vuj me imponu si trup. Po s'pedi këto stereotipe. Që kjo pa gerona. Po, jo bra i përballoj. Qëto stereotipe për një me edhe unë menoj që duhet mu thy, po jo deri në qatë pikë, sepse njerëzit në momentin që profesioni jonë shihet si nevoj, atëherë menoj që është gabim, sepse nuk bën mu pa si nevoj ose si obligim, sepse është art ti për që ata je artist, edhe po, s'pedi, nuk kom arrit hala me kuptu, çka do me thonë me qenë pjesë e një ansambli, sepse s'kam qenë kur. Kështu që nashti është një vi shumë e hollë që ti mund është për një me mu rahatu edhe për një me qenë comfort zone, ose nëse je punësune mund është me vazhdu edhe në projekte tjera, po që është shumë e vështirë, sepse ti ke obligime edhe përgjithësi ndaj institucionit pak më të mëdha. Po,
Zakonisht me kompromise shkojnë këto sene, Po. tani mas tena. A den dush me bo kompromis për role, dush me ju thonë që s'mush me ardhe. qashtu. Edhe është qaj e të Po. lovija që bëhet të në kohën. Po. A ka nëj projekt që tash të tri që jetu të punu rrëth ti, ose që jeni të e bo, ose që jetu lujt? Në teatr apo? Në film, Për kudo, okay. për gjithë shumë. Tash kom kry një dokumentar të shkurt me regjita Gemsopit edhe ke shumë nice, shkoj shumë mirë. Tash e kom një film të shkurt me Luan Kryeziun. Okay. Kemi mi bë xhirimet në fund të mujet. Edhe pritet edhe, i kam edhe disa projekte, po ato halo nuk do me thonë tash në ran, jam të i prit kështu. Qa jo që tha e kom bo një film me 2 regjisor? Po, okay. Me a ka dola jo? Jo, halo. Okay. Me Luanën edhe Erenik Beqirin e kom bo. A është vështirë me punu me 2 regjisor? A i kam pas në do me skenat? Për shembull njëri u morë me një koncept e janë morë 2 për një herë me juve. Luana ka qenë edhe aktore në film, edhe regjisore një kusisht. Okay. Po, zakonisht të marë Ereniko ma sho, po kur kisha dialog me Luanën, normalisht që isha bashkarisht, një farë bashkëpunime. Po jo, nuk ka qenë heq e vështirë. Po menoj me Luanën kom punu edhe e di qysh sakt. Edhe me Erenikun shumë e letë ka qenë. Po s'po di, në filma, unë e du shumë filmin, tepër. Kështu që për mu filme, jo që është i letë, po e shijaj e ndryshe. Po, nështë a jedhe. Teatri është ma i vështirë, nuk po thamë që se du ta më puna, teatri është një ndjesi shumë e veçantë, po menoj që gjithmonë të njetën më ka njek filme. Po. Inshallah pra kemi pas suksese ma shumë film, se ka njerë mujnë me të ndëru situatat, ka po, varsisht, për shambull, që tash në shfaqen e fundit që e punova, thash, o zot, shumë ka hinë qef teatri, po shumë, halo ma shumë, edhe. Po, se ka njerë të vinë që ato mundësi që është që njët janë si teatri, si ajo për knatësin tone. Sa u shina në shpirtin kështu si njerës në përmjet artit, për shambull, a u shem shpirtin na, se kur të këshush nuk ka nëjë farë pare të madhe këtu në këtë profesion. Po di tash, unë menoj që... A mujna mi bo dyat. Edhe mu pasunu dhe me... Po mujna të dyat. Për mu po. Unë jam shumë pozitive në këtë aspekt. Sepse gjithmonë nuk nashtë jo pun fati, nashtë së është spedi, veç... Se di unë e kom pas edhe të ardhunat mira, po edhe kom ushqy shpirtin shumë mirë me mas, ashtu. Po ka ven hala për me ushqy shpirtin. Nuk do me thonë si artist me ushqy shpirtin veç nëse e lunë një shfaqe ose një film. Arti është shumë i gjanë për menimin tem, arti është muzika, është piktura, është tavolina që është e shian, një pije, arti ka format të ndryshme, varsisht vallëzimi, gjendja emocionale, ti më nësh më ka një ditë shumë emocionalisht keq, edhe ajo shijohet. Edhe mirë edhe keq. E që kjo është ushqimi i shpirtit, tu e lexu një libër, që kjo është ushqim i shpirtit. Ka njerë dhe me dalë me ecë, është shumë artistike. Po. Varsisht njeri u që gjenë formën e vetë, që është danë. Unë shpesh thëmë që gjithë shka është artë. Na gjithë shka që në rëthani, kina një farë forme, është artë. E cilën roli dhe qëfar roli kështë pas qef me të ardhe dhe me të ofru, ndën që i ka qëfar karakteristika kështë pas qef për qatë roli që ti me lujtë. Se di, nuk e komenu kur, se nuk e menoj faktikisht, se gjithmonë rolet e unë janë të mirë se ardhura, qëfar do roli, po kom pas qef ma herët që kom realizu të filmi Bota jo Besën, rolin e Besës, e kom ndru një qasi femne të fuqishme. Kështu që kom pas që aty, edhe kur kom shku në audicion të Luana, unë kom shku njerë për Voltën, për rolin e Voltës, mas një kohë, Luana, mas disa audicioneve që në testoj, sa a më nësh me mësu që teksta për 10 minuta, që ish roli i Besës, unë as nuk e kom prit, edhe unë s'mu isha me besu, mësova tekstin edhe po hi, thash,
nuk e dim. S'besoj, po. as nuk kam insistu askur. Edhe kur më ka ftu, një ditë prej ditëve më tregu që e kam fitu, unë të menu që voltën, tha edhe ditë cëllin rol, tha rolin e besës. Thash, okej. S'tash e di shka bëj. A është rol maj madh apo është Është supportus, rol supportus, po ka ndikim shumë të madh, sepse është rol shumë i veçantë. Po zakonisht rolet supportuese janë shumë role të Shumë i veçanta. veçantë, po, edhe më ka pëlqyer shumë, e kam shiu shumë atë rol tepër. E menoj që një anë ndër rolet që më ka pëlqyer më shumë te është Besa, ç'tash se di shka vjen. Kush ka qenë rol kryesor që shokon Ka qenë Volta dhe Zoe. Voltën kush e ka lujt? E ka Voltën Albina Krasniqi, Zoen Elsa Mala ka lujt. Sa mirë çfarë kombinimi, krejt që ka ashtu që dukni në një formë si treja kemi treja shoqja ashtot. Okej, edhe kjo ka fitu shumë çmime më duket ose është nominu në shumë festivale apo? Po, është nominu. Se di ma shumë kam informacion më tregu drejt për Luanesha, se jem kon shumë prezente në atë fest. Po jo, dhe bota jonë është nominu, e ka fitu e... Luanesha të kom, po më duket si filmi i parë të cilën teke. Emocioni i parë. Emocioni i parë. Dashnia e parë, nuk harrot. Nuk harrot. Po dhe se na ortin diqysh e kena si dashni, se cilin projekte kena si fmi tonën, si dashni tonën. Po. Edhe krejt... Qa na kishe kallzu diçka që e kina i kujtem kështu të fminis tonë dhe që të ka realizu? Për shembull, adin kur e kom fëmijë, që ke ndrru diçka, se na shpesh kur jemi fëmijë ndrojmë, kemi do ëndra shumë që janë si manifest i mendjes, edhe që tash si e madhe tu kanë realizu që ato. Kom dash më bë aktore që sa një ma i mirë për më në fëmini që e kom ndru edhe që mu ka realizu është aktrime. A i shisha është të publikut të tresh po, krejt e kom po, krejt kom po. Dhe delgjë për shumë. Jo që të publik, po. Që tash. Jo ma. Po, publikun në krytem. Po. A më shumë interesant. Bile, para se me shku në Kanë, se gjithmonë si në adolescencë sidomos, unë jem rrit me MTV, Bravo revistat, edhe gjithmonë jem kanë e inkuadru në shka po thojnë artistat hollywoodian, po. Edhe mas ne e kum përcjell gjithmonë edhe Kanën, festivalet krejt, po edhe Kanën edhe bilen teatr, ja bëjsha njanit për aktorve. Bëma një foto këshe jam tapet koqën Kanë, bëma një foto qëtu këshyre, aj më bëjke po, ane. Nuk shkoj shumë, ja bëjsha. A përshet? Bye. A përshet qushet njerë, a i beson që soj që na manifestojmë ose në përmjet gjonat cilat i bojna njetë, e dim ka kena me shku nëse i përcillim disa simbolika cilat. Po, gjithmonë i kam besu, unë e funksionoj me intuit shumë, sepse i besoj shumë intuitës. Edhe si aktore jam... Intuitive. Po, intuitive shumë jam. Nuk jam aktore që punoj pse dohet me punu, po punoj nëse më vjen me punu për një me, nëse mu intuita më thot që dona me punu, punoj për një rol caktun që unë për një me du. Ka pas raste kur s'kom punu, po kom dalë shumë mirë, se kom njek intuitën. Ka pas raste kur kom punu shumë, edhe s'kom dalë mirë, për shambull, po e kom kry si obligim, se dyshimet i kom pas, edhe nuk e kom ngu intuitën tem. Po, qështu është karriera jam, edhe i besoj shumë qësoj. Intuitës tem. A kiri na i moment se aktor shpesh ju ndodh me pas gjithë shka në skenë, është të një kesh me rotekstin, me pas që se... Shumë momente, unë e hecë pritoj me kesh. Me kalzu na një. Me kalzu. Kenë shumë momente dike, e moj men shfaqe e me par Hannibalin në tokës me Fatlum Hazirin, edhe shkum teatrën e në Gilan shkum me lujt shfaqen, edhe janë nesër me kesh në skenë. Unë e ma e reja, dhenë që me marrë tepër seriosisht edhe me thonë pse adim po keshin. Unë ja futa ula në skenë, kesh, thuj tekst, kesh. Ata të ma më kështë dhe me vazhdo edhe mos kesh, unë po, normalisht
publiku e priti shumë mirë se ka njerë për një me është çudi, qysh, se ka din qenë ata, edhe se din komedi ata. edhe. Po dhe se din ata çka kena natu Po, bolla. se din, po edhe o kombinu mirë se komedi ka qenë, e kështu që e priti mirë publiku, po e di që të në shfaqen kina kesh, vishtu kesh kina nërë. Qa ke vrit edhe pak e kesh një imponuot, atë një anicin edhe da. publiki me kesh, kur të kesh Qashtu. aktore, din që tu gabu, po ju Po, pëlqen. të kap histeria, Po. të kapin, janë shumë sene. E naj rol që të ka prek shumë që e din ka neve na ndodh me hi në emocione që aty në vëroleve dhe edhe me thonë, wow, që i ka ndodh qëti personazhe. Më ka prek tash roli, më prekin rolet, vazhdimisht. Ka qenë era të Agim Sopi, shfaqen era e kom lujt një e dhunuar në luft, edhe ajo më ka prek te për shumë, edhe emocionalisht në qatë periud nuk kam qenë shumë mirë, kështu që e kom përjetu pak apëden Ma shumë ma fështirë, po tash më ka prek edhe shfaqja 5 fytyrat e heshtjes, më ka prek ka gjë shumë se ke, edhe ajo ke. Po zakonisht të më preken qëto rolet që janë pak ma të fështira. E qysh janë delni, se për shembull të janë delikate. Pak është vështirë me problemet tona si aktor, se në aktor t'i marim, edhe ishtim me një rol, edhe asa fillojnë me vesh qatë rol, edhe nuk ja hikum hiç qatë rol, a i vazhdon me jetu me qatë rolin të cilin ja kemi vesh. Se shpesh edhe emocionet të cilat unë ty të thamë, ti ninë edhe ato vinë si ndjenë, në momentin kër i merë si indikacion, fillon edhe mi marë si ndjenë. A menon që na duhet neve një psikolog për sa do të qoftë pak punë që kemi, po prape bujmë punën si krejt bota, me na një psikolog prakisht. Po, menoj nëse njeri nuk i din ato metodat e veta. Si aktor, menoj që zgjidhja ma e mirë është psikologu, ose një terapist online, ose çka do koftë. Me folë me dikan, ose një shok, shoqe, po nashti psikologu kishe një ide ma e mirë, po unë i kam metodat e mija që di, po menoj, i kam suta, është qysh, me përbije dhe qysh me qitë një rol, po s'kom pas ashtu shumë probleme, adin me përjetu shumë vështire, me qenë emocionalisht shumë, këtë se kom punu me veten, gjithmonë punoj me veten, në qëfar do sfere tjetës, qëfar do ndodhije që më ndodhë, ose dishka, gjithmonë jo me para pregadit, edhin se punoj shumë me veten, edhe A i aplikuse meditime, për shembull, ose punë veç tash se shumë njerëz janë tu folë për meditimin edhe për punën qysh me shëru vetën tonë dhe mu marrë me vetën tonë, me trupin tonë. A je aplikuse? Jo, si jam aplikuse e meditimit, unë valzoj shumë, në energjin të me qes të valzu, po nuk kom shku në herë as një jogas, fitness jam ka një herë, po së është se një jam su në kom gjithë vetën, po meditimet për mu janë, që me thonë, nëse ti dënë me pushu trunin tanë, e merë lexon një libër, ose e shë një film të mirë, një romans, një komedi, një film shumë chill, pa e munu shumë trunin, qëto janë meditime, ecja, një kafe me një shoqe të mirë, jo me një ambient toksik, i zgjedh njerëzit me kanë rrenë, e ki hapësirën tonë, që kjo për mu është ma shumë se meditim. Po, medit me thonë, po nuk jam kondër, se cili ka ato format e veta, qysh e gjenë vetën, po une për veti jo. As tjerë, as të psikolog, kështu s'kini... Jo. Okay. Nashti kam nevoj shumë. E nuk besoj, besoj që kam nevoj, po për një me fati jam që gjanat i kom kalu let, po dhe s'kom pas fati jam naj gjatë te për të madhe që ishdash nashti me shku të me trajtu. Me konsultu. Super, shumë mirë, po më vjen shumë mirë që pas ke qasi fuqie për me mujtë edhe sanat me i marë, me humor edhe me pas një... E konsideroj vetën, deri që tash, nuk e di ma tutje, po deri që tash po e konsideroj vetën. A po më të për shamull në film cili ty të ka, po më që të pëlqan,
edhe që Shumë filma. përfatëson ty dyqysh, atë që thua që kjo që të punina që shtu jam une. A me nësoni kështu do filma qaj atmosferë, qaj më bën muni si, kurse unë jam qaj energy. Kill Billy. Kill Billy, okej, shumë film. Qajo jam unë e mërënçmja. Para me në ti të kesha më të ukona se... Po menoj si atmosferë, jo, po fajterk në aspektin e mërënçëm. Gjithmonë me vetën, jo me dikon tjetër. Edhe mu më pëlqen Kill Billy, më ka të vëk shumë interesant që ka trajtu. Tarantino më pëlqen shumë, valla. Si regjisor. Ka gjyrën e verdhe, ka dhe të kuqen, kështu preferume, kështu që kombinim shumë i mirë. Ajo është regjisori cëlle, nuk i di sa një, aje ka pas një videoklub të vete, ka punu videoklub, dhe i ka kështu shumë filmat, dhe ka filmat që i ka kopju komplet, dhe një ka marrë. Po diqysh Tarantino. Po, jam ka ndru ritmin, jam ka ndru ato, po dhe ka boq ato që ka dosht. Unë e veç si aparenë, që shme thonë, si shijem i filmit, folje se kështu me hija den. Jo, po që ato të koncept regjisorial nuk di, veç që më pëlqen si shije, që shë bjen filmin, që shë trajtan, o merë me vete. Veta se thash me ta kriju ty, qaj. Ka shumë ritëm, filmat e Tarantinos kanë shumë ritëm. Edhe në gjarje që i merë i bën shumë nice. A je feministe? Qëfar pytje like e prita prej te që ta. E prita. Po e ti më shumë e dhëma dhe kjo. Po me këndzu. Jo, me këndzu prej te e ta. Jo, edhe qysho puna. Une, momentin që te ma bën një pytje ose kush do koft, me një term caktun, qësh është feminizmi, viktimat, qësh me thonë një komuniteti LGBT, une nuk di më të përgjith sepse unë jam aktore, artiste fillimisht, edhe nuk kur njetë nuk kom ditë para gjykime tila. Unë gjithmonë e kom supportu femnën, gjithmonë kom pun me femna, me meshkuj. Edhe nuk më kalon hapsir as me menu, a dona me qenë supportu se ndaj një femnës, sepse unë e veç jam. A ka ma feminizëm, që shpethu se që kjo. Edhe normalisht mi i fele tash, normalisht që femna ka hek ma shumë, sepse është ma e fështirë, por është shumë e fuqishme për më femna. Po, mu më duket që shumë shpesh kur të flasë për që ta thëmë se krejt që ka u bu vesh pëse në të fuqishme gratë, jo i ka ndodhë kjo. Edhe, po, mu konë bashkë me një una tjetër, e na mujna me kryu një dhe një fuqimat madhe. Edhe, prapë si jam në të lojnë e feministëve që duhet një bu kesh burave, po, mu konë të barabartë krejtë, dhe me punu për drejtat njerëjut, edhe më konë këtë njerës të barabartë në këtë sistem. Une nashti fryma që jëm rritë spedi nuk e kom një shumë këtë kompleks. Nuk e kom një shumë, po sigurisht që ka gra, që vujnë, ka në gjarjet të ndryshme. Po une nuk du as me pa, as me besu atë pjesë. Edhe nuk du me besu edhe që kjo më bën hala ma fuqizon, hala ma shumë që të mendim që e kam për femnat. Se unë kom punë edhe me meshkuj, po për shambull se nuk e një atë jo barazin, as të meshkujt. Po ma se pe don Kill Billin ti ta ma punë. Në të më bënë kur dishka. Në të Kill Billit shambull. Në të provon të kush. Për shambull është shumë film feminist Kill Billit, po të këshush prej një perspektive, se dhe kryo një farfuqiet gru, se ka një arë dhe dush më gëvo dhe fut fizikisht dhe fut dhe me mriqka. Shumë është... Po kretë sanet më në mi bo, njët. Në fakt po. Nuk bën me nina vetën që dhe me do me kështu, nuk do të me nina vetën jo të barabartë, sepse mashkulli është natyrë tjetër, femna është natyrë tjetër. Edhe në bitë që shumë e thjesht është për me pas që të këndvështrim, edhe që të perceptim, menoj se nuk momentin që ti i sforcon termat, që është feminismi, LGBT-a,
termët komplekse, që një kohë bile shumë kam pas buj, menoj që qaq ma shumë e ushqen edhe qaq ma shumë dalin problematikat ndryshme që ty nuk t'lajnë me zhvillu ma shumë qatë anë. Po dhe për shembull mund mi bo dhe dëm dikujt. I bajnë Për dëm, shembull po. mund me se shpesh i qesin njerëz, sepse pa dash më kono. e kanë keq përdor çdo gjë, edhe ç'ke nuk më pëlqen. Po se pi bojnë si viral, pi bojnë si... Po fillojnë me i bo si format kapitalizmit që për me përfitu nëpërmjet tyne. Po, s'ka nevojë, shumë e thjeshtë. Ti s'ke punu për na e organizohet në i herët Jo, s'kom punu. Jo, okej. Se është interesant se ata e kryojnë infrastrukturë, kishe pëndimojnë, në fakt kanë herë dinë edhe me dam të shumë. Po, e di, po. E kanë që ato që faktikisht strukturën që jenë munu me në dhonë, si për anë të feminizmit, si për anë të komunitetit LGBT, kanë herë e marin e vjetërsojnë, e bojnë shumë të vjetër, që po mduket për mi u pëlqy që aty në bugjetëve cilat i marrin. Qaja është, po. Gjdo sen keq përdorët. E tani mas ne i përbot shumë kapitale për mi marrë një 5 veta do pare për me pi viktimave, pi njerëzve që janë të vitë për një me. Qaja nuk më pëlqen. Asur si jam për që ato. Për që ato thash, kështu që... Mirë, me një viko. A fishe? Kështu që se u tuta me ta jasë për gjithë. A ke dita që ti me mëve. Po shumë sa ne falëm dhe shumë sa me kem të lira për gjithë shka që për modën e për gjithë shka munu me ardërit e qaja knacia. A menon që tash është ke pak pytje që ka hup një farloj knacije mes njerëzve si që shka qenë për para. Për shembull para Covidit dhe mas Covidit. A ka ndiku Covidin a i sen keq ose mirë si të te dhe si të rrethi kolektiv? Menoj që ka ndiku Covidin normalisht në shumë aspekte, si për ekonomi, të janë nista shumë në tu i për politik të fol dikush që se pratë heqën e me fol. Që më karo ekonomia në Mos pretne, për politik, vile mos pretne. Zero. E nejse, po, ka ndiku Covidi, po se di vala lek, po menoj që njerëzit dinamika e jetës i ka bëm mu largu, edhe kanë kryu probleme personale, sepse normalisht që një farë lufte për si tu ecë bota shpejt, edhe që ashtu ka ardhë, edhe është për me të ardhë keq, se sa shumë njerëz kanë probleme me vetën, edhe mundon edhe tjetrit mja bart atë ndjen, emocion, çka do që e ka, po duhet me punu shumë njeri me veten, që me pas veç hapësirën tane edhe do njerëz që ti ki jo ki interes, po që ti ki një bot kuptim të njëjtë me ta. Edhe that's it, mos me nëse e shet që dikush po munohet me ta helmu qatë rrath ose qatë tavolin që ti je, atëherë veç a i na distancu pak për shkak të për shkak se Covid ka pas një farë distancë, ja prekti duhet njëri tjetrit, mos mu përqafshëm. Jo se besoj këtë. Jo se besoj. Nuk e besoj që hala përqafëm. Po, ama a kanë të dy njerëz për shembull kanë diku. Nashti të do. Si në bomë Afrike, apëtin kur pja afrosh, pe ka një farë ndjenje. Jeta pak një farë lloj lotarie kur të këshërsh, e kap një numër edhe fiton. Kretë numra është jetave. Kretë numër është. Para meno me hek nishin këtë zero të binë. O, ja, nishin nuk banë kur qysh me hek. Kështë që vetja është që ajo nishin është që unë i jetë. Kështë që duhet me respektu për i me vetë vetë. Shumë duhet me respektu vetë. Se këtë mundjet për na vim prej mos respektit ndaj trupit tonë. Menjes tonë dhe kretë që vim shfaqen. Unë knaqë më juro të full. Normal. E kështë që do shta dhe me fol pak për nëj farë, ti në për seriale s'ke lujt? Po, kam lujt. Po, okej. Nëj komedite të... Kam lujt e Shajbe të folën një serial. Okej. Po. Okej.
atë kemi lujt, po më nej, kemi gjiru në Gilan. Po dhe se shaj të fol. Po, shajve të folën. Jena knaq tepër shumë atë. A përdoni edhe në frizaj shajë në mduket? Po, shaj të bo, shaj të fol, shkaj të bo. A po lidhët si anamoravë është ke pjesa frizajt me Gilanin lidhën në realisht? Shasha. Ferizaj. A ma shumë interesant 05. me lujt me qëto komedijat, që duket që është edhe një farë fani se edhe ki shumë e zvetje, O, seriali Seni ma i mirë ever, veç zdi për aktor, për me shiu, seriali është shumë Seni mirë, tepër, e kum kuptu, po më nej që të sen. E na kena dit tepër shumë me shiu atë eksperiencë, edhe na lidh shumë me zvete, kështu e din. Kush u konë si aktor aty, kush ka lujt në... Po më nej, kush ka qenë ekip? Ka qenë Adriana, Ernesti, Riki, Edi, kushtrime. Me Adrianën çfarë raporti ki? Ajo është shumë fani si personazh. Me Adrianën, soulmates. Okej, nice. Jena, s'po di. Të ka rodhën e për projektet, filmet? Po, Adrianën e kam shumë për zemër. E kam shumë për zemër. E përshëndesim Adriana Matushin. E përshëndesim. Urat, une na folëm që ka dashtëm edhe që kjo është një farë knatësie që të pota sot në emisionin Flas Çka Du, edhe po dolëm Pepina nga një pije tash. Shumë kom pas qafë në që se mikrofoni me folë. Shumë është lezet. Unë TikTok tash nuk kam, veç edhin do video në TikTok që janë kanë... Vëllai, shkon mirë me vetë edhe pak për TikTokin, s'po ta bëjtëm. Qa po menon për TikTokin që është? S'menoj kur gjojë se kom shel mati. A menon që kam i bodëm po normal. Jo, s'menoj. Nuk menoj. Se di, pse se besoj që i bëndam. Por është ta kitë bohën sa në të qëtë në TikTok? Jo, se besoj. Teatrit si bëndam. Teatrit jo? Teatrit s'monët mi bëndam. Filmit po? Po, dhe filmit po, për shumë për ka hi e oje. Po, si besoj, bre, se di... Nuk i besoj nuk i kina besu. Po, a din që mu me pas thonë, da shumë të dola jo. Hi, please. Me pas thonë mu, që ka me pas kamerë me telefon, atin kime po në tyru, kur ka ndole ato Nokia të vuglat, më dojnë goma që kaq, kur si kisha besu. E njëti sen është edhe qëtash, për shatan është apse e kom përjetu që ato që kanë dollë, sanat që kanë ina kon me kamerë të në konë. Unë pikrisht, po du mos mi besu që generatave treja mi u folë, mi u thonë, asun se besoj shanë. si jo që shna kalzoni neve. Ama mu po më do me mro dhe e ojnë. E ojnë me përjetu. Liki shumë faleminderit, ishte shumë knatësi, u knaqëm për një me folë qka dush. Bona shumë e që dhe të shmenë zdi që am kam një farë seriositeti qëto, edhe janë e sot të mështinë të e kështu më qele. Ja, s'ki shanë, sa me mu me najtë më fuqe. Me fullë për podcaste, edhe kër po fullë seriosisht edhe krejt. Vjem një që të pota, edhe faleminderit shumë. Faleminderit.